Dashi. Financiarisht, Mërkuri i zjarrt për krah diellit sugjeron kujdes kundër shpenzimeve impulsive, veçanërisht për artikujt luksoz. Në punë, Saturni tregon sfida të fshehura, durimi dhe diplomacia do t'ju shërbejnë mirë. Çështjet e dashurisë janë premtuese. Demi. Dielli dhe Mërkuri nxjerrin në pa vetbesimin tuaj, megjithse komunikimi kërkon më shumë qartësi për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, Jupiteri premton mundësi për fitime, veçanërisht përmes investimeve të mençura ose këshillave nga burime të besueshme. Profesionalisht, Marsi rrit vendosmërinë tuaj, duke ju ndihmuar të përballoni detyrat e pasgjidhura në mënyrë efikase. Binjakët. Jupiteri rrit optimizmin dhe qartësinë intelektuale, duke e bërë këtë ditë të shkëlqyer për planifikim strategjik. Financiarisht, Marsi tregon potencial për rritje të shpenzimeve. Sa i përket punës, kolegët do të jenë mbështetës dhe do të keni bashkëpunime produktive, duke rritur reputacionin tuaj profesional. Në dashuri, Saturni sugjeron t'i jepet përparësi stabilitetit sesa një emocioni të shkurtër. Gaforja. Marsi energjinë dhe vendosmërinë tuaj, duke ju fuqizuar për t'u përballur me sfidat drejt për drejt. Financiarisht, Saturni inkurajon vendime të kujdesshme, duke favorizuar investimet afatgjata mbi sipërmarrjet spekulative. Profesionalisht, Dielli dhe Mërkuri sugjerojnë komunikim të qartë. Në aspektin e dashurisë, Venusi tregon interes të mundshëm romantik të lidhur me rrethin tuaj profesional. Luani. Hëna rrit ndjeshmërinë emocionale dhe intuitën, duke ju udhëhequr në mënyrë efektive në situata komplekse. Financiarisht, sugjerohet kujdes në partneritete ose sipërmarrje të përbashkëta, qartësia dhe transparenca janë thelbësore. Në punë, Saturni tregon përgjegjësi që kërkojnë durim, por këmbëngulja juaj do të shpërblehet. Virgjëresha. Financiarisht, Venusi sugjeron fitime të mundshme përmes trashëgimisë ose burimeve të përbashkëta. Profesionalisht, Jupiteri rrit reputacionin tuaj, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për avancim në karrierë. Në aspektin e dashurisë, Marsi sjell pasion në marrëdhënie. Peshorja. Financiarisht, Saturni këshillon kujdes me kredit ose borxhet. Profesionalisht, Marsi nxit ambicien, duke ju mundësuar të përballeni me sfidat me besim. Dashuria lulëzon, me Venusin që mbështet lidhjet romantike dhe intimitetin më të thellë emocional. Akrepi. Financiarisht, Jupiteri sugjeron fitime të mundshme përmes partneriteteve ose investimeve të përbashkëta. Profesionalisht, Saturni tregon përparim të qëndrueshëm, durim shpërblyes dhe përpjekje të vazhdueshme. Në aspektin e dashurisë, Venusi këshillon komunikim të hapur për të zgjidhur keqkuptimet e vogla në mënyrë efektive. Shigjetari. Financiarisht, Saturni këshillon kujdes me investimet që lidhen me pronën. Profesionalisht, Marsi tregon sfida të mundshme që kërkojnë durim dhe diplomaci. Jeta në çift përfiton nga vendosja e Venusit, duke rritur romancën dhe intimitetin emocional. Bricjapi. Saturni, planeti juaj sundues, rrit disiplinën dhe vendosmërinë, veçanërisht në komunikim dhe ndërveprimet profesionale. Profesionalisht, Venusi mbështet ndërveprimet harmonike me kolegët, duke rritur produktivitetin. Nga ana e dashurisë, Marsi sjell pasion në marrëdhënie, por impulsiviteti duhet të zbutet. Ujori. Financiarisht, është një ditë për të rishikuar investimet dhe për të siguruar që ato përputhen me vlerat tuaja. Në punë, idetë tuaja inovative do të priten mirë, por sigurohuni që t'i ndiqni me veprime. Në dashuri, bisedat kuptimplote mund të thellojnë lidhjet. Peshqit. Financiarisht, është një ditë për të rishikuar buxhetet dhe për të siguruar stabilitet. Në punë, vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të arrini sukses, por shmangni marrjen e shumë detyrave përsipër në të njëjtën kohë. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet.